Procesi gjyqësor ndaj ish-presidentit të Kosovës Hashim Thaçi dhe ish-krerëve të UÇK-s vijoi këtë të martë me dëshminë e dytë të ish-ndihmësit të sekretarit amerikan të shtetit James Rubin. Thirrur nga ekipi mbrojtës, diplomati amerikan i karrierës shpjegoi arsye pse kishte refuzuar të bëjë dëshmitar i prokurisë. Rubin theksoi se paraburgimi i gjatë i të akuzuarve për afro 50 vite është i pajustifikuar, duke vënë në dukje se ata ishin dorëzuar vullnetarisht dhe kishin bashkëpunuar me drejtsinë. Janë dorëzuar vullnetarisht dhe kanë bashkëpunuar me prokurorin. Nuk e kuptoj pse duhet të qëndronin kaq gjatë në burg. Kjo më shqetëson. Sipas tij, kjo situatë nuk lidhet me shtetin e së drejtës. Rubin sodhi ndërmend edhe vizionin e ish-sekretares së shtetit, Madeleine Albright, për krijimin e gjykatës së Hagës për ish-Jugosllavin, duke theksuar se ajo nuk e kishte këtë në mendje kur fliste për drejtësi. Ai e cilësoi këtë proces si të gabuar, duke i quajtur një fajsim politik për shkak se Hashim Thaçi ka qenë udhëheqës i UÇK-s. Në vijim të dëshmisë, Rubin u pyet edhe për një artikull të gazetës The New York Times të 25 qershorit 1999, ku thuhej se komandantët e lartë të UÇK-s kishin kryer vrasje brenda radhëve të tyre dhe se Thaçi kishte drejtuar fushatën e eliminimit të disa rivalëve. Artikulli sipas prokurisë referohet dëshmisë të pjesëtarëve të UÇK-s tek diplomatë amerikanë, të cilët pretendonin se kanë qenë dëshmitar të drejtë për drejtë të këtyre ngjarjeve. Rubin u shpreh se nuk e mbante mend mirë artikullin e asaj kohe, por ngriti dyshime serioze për autorin e tij. Autori i këtij artikulli në mënyrë të vazhdueshme ka shkruar gjëra që kanë qenë të rreme, komentoi ai. Diplomati amerikan shprehu gjithashtu skepticizëm për një raport të vitit 1998 të Kombeve të Bashkuara, ku flitej për rrëmbime të civilëve dhe policëve serb, shqiptarë rom nga persona që besoi se i përkisnin UÇK-s. Rubin tha me bindje se OKB-ja shpesh herë nuk i ka përshkruar në mënyrë korrekte ngjarjet në Kosovë. Dëshmia e James Rubin shihet si një ndër momentet më të rëndësishme të këtij procesi, pasi vjen nga një figurë që ka qenë në qendër të zhvillimeve diplomatike gjatë luftës në Kosovë dhe dyshime mbi besueshmërinë e burimeve të prokurorisë.